Pjesa e dukshme e grabitjes së tokave shtetërore dhe pastrimit parave të drogës e korrupsionit nga mafia e ndërtimit janë kullat, hotelet, komplekset me pallate, vila, fermat dhe impjantet fotovoltaik, të miratuara me vendime të personalizuara nga kryeministri Edi Rama, ndërsa pjesa e padukshme e këtij rrjeti mafioz që zbaton aferat e grabitjes së tokave dhe certifikimin e lejeve të ndërtimit, është një band me zonja të zeza në piramidën e qeverisë, të cilat janë emëruar në krye të agjencive shtetërore. Adelina Greca, drejtore e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, e emëruar në këtë detyrë në dhjetor 2013, ish shefe e planifikimit të territorit në Bashkinë e Tiranës deri në muajin korrik 2011, kur kryetari ishte Edi Rama. Detyra e saj ishte të zbatojë planifikimin urban të territorit sipas planeve rregulluese të qyteteve, zonave rurale dhe vijës bregdetare, por prej 13 vitesh ajo bën planifikime të territorit duke falsifikuar hartat sipas planeve të mafjes së grabitjes së tokave dhe ndërtimit. Sipas ligjit, ajo duhet të miratojë dhe kontrollojë përputhshmërinë ligjore e urbanistike për zhvillimin e çdo metri katror tokë, bregdet, pyll e truall që jepet për ndërtime, por ajo firmos çdo projekt në zonë të territorit që piketon e urdhëron Edi Rama, prandaj quhet topografia e tij. Elira Kokona, drejtoreshe e Korporatës së Investimeve Shqiptare, e emëruar më datë 16 tetor 2023 me ndikim të Ëngjëlla Gaçit, i cili përveç se kishte punonjëse në zyrën e tij avokatore, e emëroi sekretare të përgjithshme të Ministrisë së Kulturës, sekretare të përgjithshme të Ministrisë së Drejtësisë dhe zëvendës kryetare të përgjithshme të Kryeministrisë. Korporata e Investimeve Shqiptare u krijua qëllimisht në muajin korrik 2020 nga Edi Rama për të grabitur tokat, trojet, parqet natyrore dhe objektet shtetërore për biznese e ndërtimesh private, nëpërmjet transferimit te kjo korporatë. Po nëpërmjet kësaj korporate, Edi Rama sajon dhe miraton projekte për kulla, resorte, hotele, si për shembull hapësirat rreth stadiumeve, pallati i kongreseve, kadastra e Tiranës, pallati i sportit Aslan Rusi, shtëpia e fëmijëve në Tiranë, toka për Gjoja Durana Tech Park në Xhavzota e të tjerë. Elira Kokona u përzgjodh si më e përshtatshme dhe më e besuara për të firmosur grabitjet e tokave, trojeve, objekteve shtetërore dhe miratimin e projekteve për ndërtime private. Lorena Goxhobelli, drejtoresha e kadastrës, e emëruar më 31 korrik 2024, si Mikeshe Niko Peleshit, i cili e kishte këshilltare në Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Mbrojtjes. Të gjitha punët e pista me tokat, trojet, parqet natyrore, objektet shtetërore që bëjnë 3 zonja të zeza. Adelina Greca, Elira Kokona në Agjencinë e Zhvillimit të Territorit dhe Korporatën e Investimeve Shqiptare finalizohen nga zonja e zezë Lorena Goxhobelli me certifikata pronësie në kadastër.